Me met ajo grue, si kur limoni i shtrëdh i pa vlerë, se ata që faktikisht bojnë amoralitet, me atë gjuhën, i lajmitet e ftane, i e kështu, po më falë shprehje, si të shfryhet, i thot kurvë. E për me qenë gruaja, në nëmbrel, me pas ushqimin e siguruar, me pas kolumi krye, me i pas të natë mirat, shumë ma mirë është me konë rëtake. Ma të tajnë përshohet peshku, për jaban të natë mirat. Pa, shqyqa, me libër të Allahut, edhe aja du të mi ma librin e Allahut, edhe e din që regullat e veta, qëfar regullat shka gruaja ndaj burrit. Ja, sa u knasha me hoqën, pasha zotë e Pja vlo që si zotë u prit njën e të ratë. Ngam. Ti shoh fëmijët në shkollë na. Të Jo kujtu vëmë nga me hamër po. Se për pampersa pak që sa në shpe diskutojnë. Te e për unë hargjën e shtëpisë na. E kam fjallën për burrat. Në shetitje, në ekskurzione na. Ajo thot kam tërmen, thot se tash është në punë edhe ajo. Po do të më shku në punë, thot shko ti merre me shata, ti kryesh ata, ti merresh ata. Vish me pjell, më falë shpreje, vish me pjell se si na të pjell. Tani valla pse s'po bani fëmijë përpara e kena bën ka 7-8 fëmijë, ka 10 fëmijë. Ku mi bën 7-8 fëmijë? Shona shkoj te kopshti i fëmijëve. Këtë burra jena përpara kopshtit, përpara qerrës. Shkoj te shkolla, këtë burra jena. Shumë Kujt e gabim, bote atë barazi, bollmine ko hoq. shumë gabim është mësë me bo fëmijë, Po jena ti rrit nga burrat më. sepse Aty që më përmojnë barka, na mi rrit për hala pa dalë fëmija në këtë botë, kur i bëni 120 ditë në barkun e nanës, si mas fjallëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i caktohet gjinia, i caktohet rrezku. Nuk ka kush në këtë botë, dikush ka menduar për shembull që filan fukareja merre me men 7 fëmija, po 7 djelë. Mirë, po këshire sëd, që shuboj? Dë në Gjermanin janë Zvicër, një tjetër në Kanadë, e tjetëri të shpia, e të natë mirat e Zotit. S'ka kush që vjen këtë dynje që nuk vjen me rizk vetë. Zoti është ai Rezak anil alemin, i është qenë peshqit nuj, i është qenë e ke pa për shembull shpend. Kush është qenë plumave tegëre, zëgjve, tirave, në mbromje, atë gushëm plot, në mëngjes këjt thot, ka hegjojnë. Allahu Azza wa Jall është Rezak. Simon, a pajtoni se kam një video, mësim të femrat, një prej liderëve apo njerëzve të ofër të kamenit se çka mendon për femrën. Kur jemi të femra, bëdën, thash ta ngujmë çka thot ai. Kuq. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها رو به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر. E një të dhe vetë tha, grota janë si lupt, tha, veç i ka falë, dhe më thonë për mjë afro burrit, për një që tha janë si dele, si lupt. A pajtu është? Jo hiq. As nuk ka fjalë e Allahut, as nuk ka fjalë e pejgamberit. Femna është zoj, femna është kuror. Ky ka i ka marrë këto fjalë, çush i ka marrë nuk e di, mirë po bazë në mësime fetare nuk kanë asnjë tru. Edhe Në shta këto e ka po delja mu për vetin nona. Nuk e di ku më lefos, a ku ka marrë këtë farë mendimi. Me ofendu ma shumë. Megjithse, shembull për bëj adi, shpesh herë thot feja islame, shembull për bëj, i ka marrë, domethënë me i marrë 4 gra, nuk kallëzova për shka me i marrë 4 gra, kur shembull për bëj, kur ka femna ma shumë, mos me i lon rrugëve, mos me i lon pa burr, mos me i lon me vujt, se i ka vdek burrin luftë, çka po di shembull për bëj me jetima. Mirë po, më vje keq, shembull për bëj që edhe në kanun shkruan burri për 7. E këto se thënë hallka, janë ma shumë 4 a 7. Në kanun duka gjini thënë burri për 7 gra. Tani ka një herë dikush për shembull deshta ta them këto që thot një grua, po kur ka burri për
4 gra, unë në ashtajmë për 10 burra. Një për një mahod. Ha, mirë po. Gruaja që shka me një burë, dihet I ku je qaj fmi. E kur gruaja shka me 2 burra, ku mi dita një kujna ashtë, do të me bëha dënë aty. E për ata Allah